as kafshëve, as bimave, se këtë janë ndaluara në Islam. Po, më se fut akuza pa lidhje. Ti lut nëse me të vërtetë ka njerëz që ti përcjellin këto punë, të cilët me të vërtetë janë shqetësuese absolut. Se unë jam i ri. Këtu, kishimisht. Apo ku i them se s'do të ishte përzimje tu. Pasha Zotin, pasha Rabbul Alamin, kush e kupton pak? Këtu ishte problemi i tu. S'os kam jetu, ju dini për shkak të xhallarët. Ne kemi këtu në botën islamit më mirë, edhe në botën tonë të diversitetit, por bën çka dush. Sipas apo ti që për natë për shkak ti muhet dhonojsh për shembull, në aspektin psikologjik, ishte patërush. Ashtu patërush, po dikush duhet me ngrit zërin, këtu ka shoqate, ka organizata, ka unione, ka dietar, ka xhallar, ka ku ta di unë, përfaqësues do të me ngriti zërin atje. Me thon dalën stop, s'ka të provokime. Të më drishtë domethënë, nuk ban. Ne jemi domethënë për paqë dhe kemi qenë dhe mbetemi për faktin se kështu kemi mësimet dhe besimi jonë është paqësor. Ne jemi të paqes dhe atë e mbështesim dhe paqja nuk ka lidhje me të qenurit pacifist. Mos harro. Ne jemi paqësor, jo pacifist me çdo kusht. Dhe paqja nuk ka lidhje me luftën. Lufta është instrumenti i vetëm dhe i fundit i cili e garanton mirëqenien e paqes. Edhe mos harroni se muslimanët dhe këto media i kanë përzier Ministrinë e Mbrojtjeve me Ministrinë e Kulturës, shumë islam tash këtu. Disa ato ajetet e xhihadit janë Ministria e Mbrojtjes. Që si të përzishe sahabët e në mërgjët të përzira. Pse Amerikanët e britanesët e turqit e arabët e lingje e shmajt e as kanë Ministrinë të Mbrojtjes. Pse aja që në Ministrinë e Mbrojtjes a i thotë kush ishte armiku jep çikoladë. A ki qarë shkëm të thonë. I kanë përzi. Ajo është një moment i caktuar dhe i mirë për jashtimosh. Do thonë baza e raporteve ndërkombëtare në islam është paqja, sipas librit të Muhammed Talat El-Goneni. Lufta është për jashtim. Pse për shembull amerikanët e kanë edhe parollën, ti do njoja për shembull po shkojnë në mbit. Vetëm amerikanët janë ata të cilët thonë kur shkojnë në luftë, thotë unë shkoj për me vrarë. Nuk shkoj për me vrarë. Ti si shkosh për me vrarë, më rrin në shtëpi. Amerikanët e kanë këto, pse spija kozon kurkush në Ministrinë e Mbrojtjes. Do thonë këto, ne do të japim mësitë dhe unë jam i mendimit se organizime të tilla dhe xhallar, me ligjëruese recitues të tillë duhet më shpesh të frekuentojnë këtë komunitet këtu, këto organizime, dhe vazhdo Allahu xhelal të takohemi sa më shpesh, do të shpërblejnë organizatorët dhe pjesëmarrësit, dhe pak u vonë, më vjen mirë që u taku më parë, u shmallëm, inshallah Allahu e mundson që sa më shpejt të takojmë përsëri, më bani alhamdulillah rabbil alamin. El-Fatiha. Falenderoj zotërit Azmedin Shaqiri për mesazhet shumë të dobishme. Të nderuar edhe me një paraqitje të shkurtër ne përfundojmë programin. Besoj se jeni lodh, por kështu e ka këtë manifestim. Ftojmë sërish zotërin Mirush Kabashi me recitimin e radhës. Një, dy, tre, po. Të them të fjallë ma përpara. Sa të herë këtë vini, qoftë edhe për një kohë të shkurtër, të në Zvicër, unë do t'imi si tjerë, besoj që këte gjykime kanë edhe të tjerët, ne që vimi si vizitor, në ri për sëritjet, për shtypja, mendimi, që sa i bukur këtë vëndë, sigur e ka beku Zotë. Dhe ne natyrisht edhe jemi mirë njohës, qoftë për faktin që ju keni ndërtu jetën këtu, po edhe për mundësin që jipet për çfillu këto aktivitetet të rrugshme. Por në të njëjtën kohë e lind edhe pyetje, po pse këto ambione? Për cilën Zoti që kaq bujalla, i dhuroi kaq bukurinë natyrore, e pasurinë nëntoksore, mbitoksore, për detare, pse to sjeti ti? Çe pejmon? Përgjigja është e përshtueshme. Jemi në veç këtu. Një pjesë e shoqërisë dhe për fat keq, një pjesë e mire udhëheqësisë, të cilët duke mos pasur as përkushtim shpirtëror dhe as ideale kombëtare, por mendojnë vetëm se si të kollaborojnë, fitojnë pushtet dhe të kollaborojnë pasuri në dëm të mundësive që shoqëria jone, tepër në këto 15 vjetët të fundit, që janë vërtet vitet e arta për shqiptarinë, të shkojnë përpara dhe të mos kemi nevojë për ardhmë.
po ta ndërtojmë Zvicrën, bile dhe më mirë se Zvicrën atje të kemi. Në këtë pikpamje të duken shumë aktuale gjykimet edhe mendimet e rilindasve tanë, tyre burrave të menç, të cilët derdhën pasurinë e tyre intelektuale, shpirtërore dhe materiale për të bërë Shqipëri me emra të ndritura të mëdhenj, siç është Imamit e Krashit, Gjej Ishte, Azdreni, Vaso Pasha e tjerë. E me vargjet e Naim Krashit, të këtij ikone të besimit shpirtëror, po edhe të intelektit mendor edhe të krijimtarisë letrare, unë desha të përshëndes sepse ti lloj më aktuale se sa. Kam shumë shpresë të Perëndia që të mos jesë më kështu as Kosova dhe as Shqipëria, po të njësojmë, të ndritojmë. Bashkimi e vllazëria e njerëzillik është shpëtim. Nuk është arrit pa do të vijë që Shqipëria do të ndritohet dhe ligësia do të mërgohet. Vëllezër shqiptar, kemi në mes tënë shumë armiqe dhe tradhtor. Mos u qoftë të veç që s'kan gjë në dorë. Buken më mëdheu t'i sant tradhtorët e papes. Dhe Zoti dërmë në mund. Kur mos paqin pjesë, ikni dorë, mlirni mend të turpërori, e mos u bëhi tradhtor, se më vonë do të pendohi. Pa dhe jo fëqim të papes, mos bini me atë pjesë, Shqipëria soptohet, jo, Shqipëria nuk ndërrohet. Po ju i njini shqiptarë, se i keni parë më parë, po si njini marësit, e mos luani me kupit që të kemi miqësi, se jo edhe dashurim. Po dhe sot shqiptar, të prekim urtësi, të zamullën e mbare të njallin Shqipërin, e kanë dënuar Zotit gjithmonë Shqipërin, i shport mirë që moti të bëhet edhe tanim po dhe sot shqiptar, të marrin titulit, nuk është kohë e parë. Tani lipse të dritë, të shkruen juhën tënë, kompin të ndëritojnë e gjithë që se qka qenë, nga dalës të mësojnë, o malet e Shqipërisë. Dhe ju o nisët të gjërë. Fushët gjërë me lune, që ju kam dërmënditje në atë ju pregore përrosha, dhe ju o me të pëlluar, qufka, kodra, prinja, gërqe, pyet i gjelëmëruar, tua të këndoj bagëtim, që e mbani ju dhe u shteni o bandit e bekuar. Ju mande më të vremi, ti Shqipëri, me pënderi, me pëmërin shqiptar, zemën ti ma gatove, plot me dëshire me zjarë Shqipëri, o mama ime. Shqipëri o mama ime, ndonë se jam një mërkuar, dashurin tanë dhe kur zemra se ka arruar, kur të njën zemrës, e qyshe dhe njën të kopeni. A i plegërim kjo e të njere, i këne me mdhejnë, dhe një prej shtullë, 23, 8 a i nuk dhejnë. Po shkonë në sishin gjepja i shtullë, zemra i. Më lektu të kja mua, e vjen me prape me dëshirë, atje të visit e tua, të ki përën për një qëras, të kullosin baktia, të mërësim qapë me qile, atje i kam mandemia, prane dore visit. Kodra pusha malësia prej një goje sot prorisi me zapor. Rënat, Shqipëria.
Falenderojmë poetin e nderuar me këta recitale, me siguri se emocionet nuk mundet që t'i mshefim. Të nderuar në dal nga dal vim në përfundimin e programit, edhe pse akrepat e orës veç hecin, kurse ne vazhdojmë, por së fundmi ishte dëshirë e njënit